Pasim pra për kushtet atmosferike, se cilat janë trejat, si çdo të mërkure, këtu me neve bashkë në studio është Mendim Rugova. Mirë se vjen. Faleminderit, hajta. Edhe pse nuk e kemi bu me plan që dytë me vesh sot në ngjyrën e njëjtë, po si staf jemi kështu të organizuar. S'mund ta mohojmë. Mendim, mirë se vjen dhe na tregot lutem cilat janë trejat e fundit. Po kështu do thotë javën e kaluar që paralajmë valën e nxehtit tamam. Po a ka orë vada në nxehtit dhe i kemi temperaturat këshat nolta. Sot vetëm kanë arritur edhe në 30 gradë Celsius në përpjesë të Prishtinës, edhe në aeroportin e Prishtinës janë shënu këto temperatura, derisa në përpjesë tjera po pritet me arrit edhe më shumë gjatë ditës, do thotë ndoshta edhe në 33 apo 34 gradë Celsius, kështu që janë pak temperatura këshat nolta. Ndoshta ju abnormale për këtë periudhë kohore, me qenë se në qershor regjistruan këto temperatura apo ditë tropike që shnihen ndryshe temperaturat mbi 30 gradë Celsius, edhe po parashihet që ende me vazhdu. Spaku do të thotë edhe deri në fund të javës mi pas këto temperaturat nolta. Do vazhdoj me këtë tempo, a? Po madje ka gjosa që gjatë fund të javës të kemi temperatura edhe më të nolta. Nëse mund të regjia të shkojmë pak me slajdin e parë, të shojmë masat ajrore, do të thotë 1500 metra në alësim bjedetare, do të thotë ku dallohen masat ajrore kapo e vijnë. Do të thotë fillimisht i kemi nxehtit që po akumulohet mbi vendin tonë këtyre ditëve të fundjavës, po mandej gjatë javës sashme, ajda në fillim të javës, po pritet me masa pak më të fersa ajrore prej Atlantikut verior, edhe duket se do të zbresin pak temperaturat mbi vendin tonë. Mirë po treshuna nuk po pritën. Për momentin do thotë është ndoshta vranësira kalojnë, po treshuna nuk po duket mundësia që mundet me pas në fillim të javës sashme. Sa për treshuna është sot në vërtet është duke ndodhur pritet me pas kogja stuhi nga Evropa qendrore, do thotë nga Gjermania jugore, pjesa Bavarisë, Republika e Çekisë, Polonia po parashihet me pas kogja stuhi, do thotë ndoshta edhe tornado mundet mu kriju. Nuk po përjashtohet ajo mundësi edhe me pas edhe stuhi breshi, do thotë edhe breshër kokërmadh me ra në për ato pjesë, do thotë është kogja një situatë jo stabile. Sa për këtë vendit tonë, ato po pritën treshunat rrebeshët, do thotë po pritet për ditën e nesërme, po jo, sikur në Evropë ato është jo. Ndoshta mundet me pas pak më shumë tash spakën modelet për paraqesë mundësinë më shumë pjesë të jugore, do thotë zona e vargmaleve të Sharrit edhe ndoshta edhe Ana Morava, eventualisht edhe Prishtina me pas pak më shumë mundësi për në rrebesh të shiut që mundet mu kriju, natyrisht me popullima dhe kryesisht orëve të pasdites. Mirë po do të thotë mandej prit premtës po shkojnë temperaturat të rritë edhe më shumë do të thotë. Edhe më shumë. Po pritën edhe temperatura më të nolta. Shojmë të slajdit tjetër, të shojmë pak më detajisht do të thotë temperaturat, tash të tregoj më detajisht do të thotë janë këto dy modelet që patëm edhe javën e kaluar për qendrës parashikimeve afatmesme të Evropës, do thotë modeli klasik edhe modeli ndihmuar prej inteligjencës artificiale tash. Do thotë kemi vala nxehtësisë që përmena temperaturat mbi 30 gradë Celsius, 32, 33, ndoshta deri në fundjavë deri në 34 apo 36 gradë Celsius mundon me arrit temperaturat, edhe është një besueshmëri kogja e mirë, do thotë me qenë se janë këto diskrepancat mes temperaturave janë tepër të ulta, kështu që besueshmëria është e nalë që pritet me ndodh ky skenar, e mandej pit hanës po parashihet një rrëmje temperaturave. Do thotë hanën mundet me zbrit prafërsisht deri 28 apo deri 27 gradë Celsius, vende ndoshta deri 25, martën që ka pak më ftoft. Po martën tamam e kemi deri 24-26 gradë Celsius temperaturat, po mandej tu shku ka pjesa e dytë e javës sërish është një trend i rritjes, do thotë që prapë ndoshta jo valën nxehtësisë sikur këtë javë që patëm, po temperaturat po shkojnë do të thotë në një trend rritjes spakun deri të dielën me 15 qershor, ku temperaturat sërish mundet me afru 30 gradë Celsius apo ndoshta me kalu përmbi 30. E tek mandej në gjysmëmujorin e dytë mundet me pas trendet e fundit javor, po flasim, po japin mundësi që mundet me qenë pak më të majo stabil. Do të thotë mundet me presim do të thotë edhe rrebeshë shiu, edhe temperaturat ndoshta edhe jo tepër të nolta, po kryesisht verore do të thotë mbi 25 gradë. Ka më shumë luhatje. Po. Domethënë diskrepanca është më e madhe, kështu që ende nuk është shumë e besueshme ajo këto skenare të tjera që po parashihen për javën e sashme. Mirë po këtë javë
po shia do të që kemi u kollë krejta. Një javë të kuqe, mund të themi kështu. Mirë që kemi pak këtë fundjavë ma të zgjatën të dhëtë, me qenë se është edhe festa Bajramit madhë ditën e premtë. Pasa i vidindit. Kush dënë me shfrytzu naj mundësi edhe për dete, këtë ditë edhe me qenë se edhe në rajon janë temperaturat e nalta, do të edhe në Shqipni kemi temperaturat e nalta deri 34-35 gradë Celsius. Pra për organizimet për Bajram, po ja japim dritën e gjelbër nga studia, do të ketë më të mirë. Madje në zonat bregdetare temperaturat janë pak edhe më të ulta, shoku e jenave që frynë për detit pak e fladisin më shumë. Po, do të ketë edhe nxehtë edhe flat, njëjtën po. Diçka tjetër mendim? Këto janë krejt do të mendimi për motën i shuajmë andaj gjatë ditës sot me edhe më detajisht të trendet javore, edhe gjatë javës i shuajmë që shpo evoluon situata për javën e ardhshme, apo pritën besën mundësi për që do të jetë më të ma i thotë, apo ndoshta paraqitin edhe të rishën të shuajmë. Unë të falenderoj shumë, sepse ky diskutim dihet që të mërkurëve është shumë i rëndësishëm, sepse varen edhe planet nga këto parashikimet motit. Falenderoj shumë që erdhe në studio. Falenderit. Shikues të nderuar, me këto të lajme të mira nga moti, po e përmbyllim edhe këtë edicion të Kosova Live. Bashkë do të jemi nesër nga ora 12. Miropafshim.